Dhe ndërkohë dele dhe thotë që unë do bëj këtë zgjedhjet që i qunë me tek kandidat, kishte caktu dhe që të kishte nga një përfaqësues se mos i vjedhin votën, dhe apo ja u them këtu tek ju dhe do ta masem. Ose ju ftoj edhe ju si media, merrni një qendër votimi cilën të mendoni. Ku dior një qytet këtë doni. Dhe vendosni kameran tek hyrja e qendrës votimit. Kanë për tyr 10 deri në 15% e atyre që do deklarohen në letra. Pra nëse do hynë, po themi, 100 veta, do t'i deklarojnë sikur kanë marrë pjesë në votim 1000 veta. Pra ka për të pasur braktisje masive. Ma thonë në çdo zonë, për çfarë do vënë njerëzit? Që të rrinë prap uzurpimi që po i bën Sali Berisha Partisë Demokratike, është parathënia e humbjes së zgjedhjeve të ardhshme. Dhe unë kam detyrim në raport me ata që më kanë mbështetur, në raport me publikun, që të bëj betejë për ta ndryshuar këtë situatë. Si do t'i fitoj zgjedhjet Sali Berisha në këtë kohë, ne duhet të kishim kandidatët gati. Nuk ka as kandidat, nuk ka as projekt, madje ka një narrativ favorizuese për Ramën. E kanë dëgjuar qytetarët, po mua më bën jo çudi, po çfarë them, ja kam thënë edhe kur kam qenë aty. Që thotë, ja kam thënë edhe në sy, në mbledhje. Në zgjedhjet e ardhshme tha, Edi Rama do fitoj 60%. Dhe në zgjedhjet e tjera tha do fitoj 70%, sepse kjo tha është ligjësia e autokracive. Pra ky po na thotë që zgjedhjet e tjera, Ramën do ta lërë të fitojë me 60%, dhe të tjerat, se mendoj do rri prap, Rama do të fitojë me 70%. 70% nuk janë këto që kaluan? Jo, po jo, e thotë edhe më shumë, pra do thellohet 10% nga zgjedhjet në zgjedhje, se e kupton tani, pra demotivon elektoratin ngri, e shkatron pjesën e strukturës partisë, dhe njerëzit demotivon edhe një pjesë tjetër. Të gjithë njerëzit që opozita fiton janë njerëzit e pa angazhuar, pa parti apo jo. Ai që quhet elektorati gri apo i pavendosur. Po kur gjë kryetari në opozitës që thotë që Edi Rama do të fitojë me 70%, po çfarë do dalë nga votojë? Për cilën arsye? Jemi para një pamje të trisht në kuptimin e opozitës. Edhe për Shqipërinë, në fakt. Pra kjo është një pamje, fatkeqësisht, kjo është një pamje trisht për Shqipërinë, sepse kjo shkatron sistemin politik. Pra, ndjesë, në fakt sistemi politik ka kohë që është shkatruar. Po ka kohë edhe për shkak të gabimeve që ka bërë Partia Demokratike. Ne kemi qenë aty, do të thënë është e pandodhur në njëherë. Ka lënë mandatet, ka lënë bashkitë qyl, ka lënë reformën territoriale, reformën drejtësie. Ka ikur nga përgjegjësitë e veta. I ka lënë që të gjitha. Pra një parti politike e cila kthehet në shërbëtore e pushtetit. A e pa të fundit se e tha Pakar Briçpar, po është e rëndësishme shumë edhe po e them me këtë dhe mbylla. Ore, ndiq prak vetëm narrativën se këtu iqit tjerat.